Sot po gatuaj vetëm për vete, edhe di që buri do ngelet pa ngrënë, po s'kam që të bëjoj njerëz të dashur e të bukur, nuk është faji im dhe do t'u shpjegoj pse nuk është faji im. Se buri nuk i ha as thjerrzat, as fasulet, as qiqrat, as edhe një gjë që është supë, që del si pun supe, do vetëm ushqim të thatë. Që kështu unë nuk mund të bëj dot vetëm ushqim të thatë gjithmonë, ndaj edhe sot i thash ha jashtë, bësh të duash, rri pa ngrënë, unë do bëj qiqra, edhe si shikoni po e bëj qiqra. Djali edhe ai nuk i ka shumë qejf, i ka ngjar babait, po hajde, ai është i vogël akoma, e gënjej një çik, do të japi mami atë, do të japi mami këtë, janë shumë të shijshme derisa ti provoj, pastaj po ti provoj, më thot, "Oh, më pëlqejnë shumë", vetëm që puna është sa ti provoj. Siç shikoni tani në fillim u ndërova ujin qiqrat, i vendosa prapë me ujë të pastër, edhe u hodha brenda shumë të thjeshta ai bëj unë, qep, karotë, pak krip, pak piper, pak tamerik, edhe dalin o njerëz, i hodha edhe një çik paprika kësaj radhe, se u jep shije shumë të mirë. Do t'i vendos në tenxhere presioni, tani varet nga tenxheria juaj, varet nga lloji i qiqrave që keni, për sa orë që duhet të bënen. Në fund i hodha kopër, është kjo, edhe delo njerëz, një pjatë, një gjëllë fantastike. Në fund një çik limon brenda, unë ja hodha në tenxhere. Në qoftë se nuk doni të gjithë limon, mund ta hedhni në pjatën juaj.